Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ngrit të duart kur bën të dua. Her imante, shputat e veta, durët e veta afër vetës, her i ngrit të ftyra, her i ngrit të lart. E her bante me gishtin e tij në treguar gishtin e imanit dhe njësimit. Ngritja e duarve gjatë duas është shfaqje dhe manifestim i fukarallëkit. Ti bën dua, bën lutje dhe i tregon Allahut me gjendjen tane, me durët e tua, tregon se je i varfër dhe ki nevojë. Dhe don Allahu subhanahu wa taala me ta plotësue dëshirën. Andaj dhe i ngrit durët e Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, Zoti i dhënohet me asnjë si lip. Zoti i dhënohet me njërin i cili nuk i lip Allahu subhanahu wa taala. Duhet me lip Allahu subhanahu wa taala. Ka njerëz nuk e di kur ka bëu dua të fundën herë, nga se mendon se ajo rrjedhoja e rrezikut, ai lumi i cili ecë vazhdimisht dhe Allahu s'ja nal të mirat, ai mendon se gjithçka në rregull. Duaja ibadet edhe mi pas ket. Zana ket mirë ki. Duaja ibadet. Kallzoj Allah, duaja falënderim. Duaja falënderim ti për këtë çka e gëzon. Edhe nëse s'ki kur gjë me lip, që s'është e mundur. Edhe nëse s'ki kur gjë me lip, s'është e mundur. E kini diçka, shtesë kësajna që dush me lip. Cila me ti maj që do shka i kije, unë me ti mor. Andaj që i dur ka Allahu subhanahu të taruje nimetin, të taruje begatien. Dhe gjithashtu duaja është dua falëndërimi. Duaja falëndërimit. Fatihaja është edhe dua, edhe lutje, edhe falëndërim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Pastaj ja kena abudu, ja kena stain, ihdinas siratal mustaqim. Është edhe falëndërim edhe lutje. Andaj prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë bërjes së lutjeve dhe duave ishte që t'i ngrit duart. Dhe sa më shumë nevoja dhe kriza që ishte na përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, duhet t'i ngrit të manalt. Dhe ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një muj ditë me bë dua pa nal. Për një çështje. Një muj ditë hiç pa nal duajën te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka sjell hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha se pejgamberi alaihi salatu wasallam i ngrit të duart dhe bën të dua dhe thonte Allahumma inna ma ana bashar. Thonte Allah, unë jam insan. Donjëherë zemrohem, donjëherë ka mundësi bëj dua që s'do të më bëj dua. Çdo dua, çdo ofendim, çdo lëndim që ja kanë bëu besimtarit, do një besimtarit, bëja rahmet. Bëja rahmet ata për ta dhe mu mos më dëshko për këtë dua që e kam bërë. Se ka mundësi njeriu lutet padrejtisht. Ka mundësi njeri ban një dua, po s'ban me bëa dua. A ban njeri me bëa dua ndalume? Po ka mundësi me bëa ndalume. Gjysh e ban ata. Por shembull se i çon njeri dur ka Allah dhe thot, "O Allah, banëm pejgamber." A e ban? E si të ban? Se është ndalume ajo. Wa khatem an-nabiyyin, e ka vulos Allah vullën e pejgamberis. Andaj, nëse në dua ka padrejtësi, çka ka thënë alayhi salatu wassalam, "O Allah, la tu'aqibni, mos u merr për këtë dua." Se nuk du mu përgjigj në kuptimin se kam qenë nervoz. Pastaj ka thënë hadithin e Amr ibn Tufail ibn Amr ad-Dawsi, i cili kishte bë davet te populli vet, pas se kishin pranuar fisi vet islamin. Dhe vjen te pejgamberi sa më dha ankoh, thotë ja Rasulullah, i kumbo thirrje, s'pe pranojnë. Dhe ban dua kundër tyre. Ban dua kundër tyre, pejgamberi sa ban dua pro tyre. Dhe thotë Allahumma hdi Dawsan. O Allah, udhzoje Dawsin, wa'tini bihim, wa'tina bihim. Dhe beri ata te na. Dhe pastaj kanë ardhur ata të gjithë muslimanët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasallam i ngritë durët e tij gjatë duat kur kishte nevojë për shi. I ngritë duat. I ngritë duart dhe bënte dua, dhe Allah na bjer shi. O Allah na çopë recet. E kështu me radhë prej duave të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Bënte dua pejgamberi alaihi salatu wasallam kundër armikut. Edhe thonte në luftën e Bedrit, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba, Allahumma la tuhlik hadhihi al-isaba, falan tu'bada fil ard. Thonte o Allah, mos e shkatro këtë grup të vogël të muslimanëve pak që ta adhurohesh në tokë, nga se nëse nuk janë këta, ti nuk adhurohesh me hak në tokë. Dhe këtu kanë gjepri duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa bante dua kur gjohen mëngjes. Bante dua mas namazit. Shiko, minjar mas selamit, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pas e thonë astaghfirullah. Pse astaghfirullah? Se në namaz nuk e ke bëu çish duhet. Ka mangësinë anta, ka tmet ata. A je kon namazin 100%? Na mësonte vetëm sa mbani istighfar dhe mas namazit. E kështu me radhë. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një varg syretësh, në një varg ngjarjesh, bënte dua dhe i ngritte duart te Allahu subhanahu wa taala, sikur që edhe na duhet mi ngrit duart te Allahu subhanahu wa taala. Sa nevoja e keni të ndëruar xhamat.
Sa nevojën kene. Dhe shikoni hadithin e fundit që ka sjellë Imam Buhariu në këtë kapitull. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam te robi që shmendon ai për mua. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Unë jam me robin kur të më lute. Allahu është me ata që ka lutën. Allahu nuk ka me mendim llojt. Allahu nuk është me ata të cilët nuk i bëjnë dua Zotit madh te bareke ve teala. Zoti mas shumë ti do ata që ka lutën. Du të me lutë Allahun subhanahu wa taala. Sa kemi na nevojë me lutë Zotin e madh te bareke ve teala. Vetë shëndetin që e gëzojmë. Sa kushton këtë ndërum xhamat? Pishoj njerëzit kur pion ngatrohet shëndeti. Pishojmë sa parë po lipën për me shnosh. Edhe ata pikpyetje. Na duhen 300.000, na duhen 500.000. Apo edhe në fund thot pacienti shkoj. A ti pa parë? Apo një veshk, një intervenim në zemër, una zot, një intervenim mushkri, një intervenim gjak, një intervenim në pjesë të organeve ndryshme trupit, kushton ndoshta me 1000 dhe 100.000 euro. Edhe ata pikpyetje e madhe doktori ndër Zotit. Ndërsa ti qohesh, e vjen, e lëviz, e ha, e pi, kur gjon s'pagun. Kjo kushton të ndërrumë gjëmat. Ban dua të Allahu subhanahu wa taala të ta ruaj Zoti madh te bareke ve teala. Sa kemi dua me bo për fëmijët e ton. A nuk e shohim dalaletin? A nuk e shohim dalaletin? A nuk e shohim devijimin çka do ndodh? A nuk a i nini edhe ju që të tri çka i nini në ket bash. A është që shfolaj? A është që shataj? A është që shfol me të madhin ai? A është që shfol me profesorin ai? A është që shfol me hoxhën ai? A i shifni? Ban dua, se s'ka ndor s'ki kur gjë. Ata banditat të cilët dhe mafiot të cilët dëshirojnë me e degradu njerëzimin, kanë ma shumë takat se ti. Kanë ma shumë takat se ti. Ama ti ki dua të runë Allahu subhanahu wa taala. Me të ba komplot njerëzimi së në bajnë kur gjo nëse të runë Allahu subhanahu wa taala. Ama mës me të rujtë Allahu gjele gjele. Ban dua. O zot ruma e vladin mës devijoje. O zot ruma e vladin mës degradoje. Ruaj fëmijët e muslimane. Ban dua për krejt. Për këtë arsye kemi nevojë shumë dua me ba. Me bo dua për me të arrujtë Allah islamin tanë. Shikon njerëzit janë qorodit. Janë qorodit. Janë bo materialista. Me thonë Allah o Zot, banën pak ma të mëshirshëm, banën pak ma të but, banën pak ma bujar, hek ma kooperacijen. Sikur që banë të dua për nga mërë alayhi salatu wasalam. O Allah, largo ma kooperacijen. O Allah, largo ma dembelien. O Allah, largo ma çdo gjë e cila nuk o razit e ti. Këto, kitë kemi nevoj me bo dua. Nuk ka insan ftir tokës që s'ka nevoj me bo dua. Të ndërum gjëmat, sidomos në xhamin ton, sa njerë në të përcijet për akhirat. Çka thojnë në Kur'an, që lezojna wa akhiru da'wana. Dhe lutja jo në fundit, a lutja vdes njeriu. Ai ka pas miliardat. Për çka ki nevojë, më fal? Miliarder vjen këtu i dekt. Milioner vjen këtu i dekt. Më fal, për çka? Ti çuditesh kur thu po ti milioner, për çka ke ardh? Jo thot për një dua. Nuk ka njeri vetë se kur ti palohën kam të tina ka nevojë për dua. Vjen milioneri, vjen miliarderi, vjen krijetari, vjen kush do koftaj. Thot, për shka kini arë në gjami? Për shka? Lutje. Të ndërum gjëmat, këtë jetë a lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, unë jam përgjigja e duajës babës tem Ibrahimit. Ibrahimi ka bëu dua, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. O Allah, çoja unë pejgamber pasardhësve të mi, ka thënë unë jam i funit për tyre. Dua e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Ban dua te Zoti i Madh te bareke ve teala.